Nuk kam parë asnjëherë një sanduiç më të madh se ky. Dhe jo, nuk e kam bler jashtë, por e kam përgatitur të gjithin vet, madje bëra dhe salcën e kosit vet. Dhe në qoftë se doni ta dini recetën se si unë e përgatis salcën e kosit, atëherë shkruani në komente se mund t'ju sjell në një ditë tjetër. Por sot le të fokusohemi se si të përgatisim këtë super sanduiçin. Për mbushjen e sanduiçit këtë radhë kam menduar ta bëj me speca dhe me fileto pule. Do t'i presim specat në forma kubike dhe unë kam përdorur 3 lloje të ndryshme specash, të kuq, jeshil dhe të verdh. Me qëra fjala, shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Vendosim specat që të skuqen me pak vaj në tigan. Ndërkohë filetot e pulës i presim në këtë mënyrë kështu. Unë e kam marinuar me spec të kuq, hudhër pluhur, rigon dhe barzilok thatë, dhe normalisht krip dhe piper. Do doja shumë që dhe këtë herë ta përgatisja bukën vetë në shtëpi, po aq po përtoja edhe shkova direkt te furra e bukës se nuk kisha fuqi. Ama këtë salcën e kosit që përgatita vetë e kisha qarë, aq e mirë doli, dhe nëse doni të dini recetën e salcës kosit, më shkruani në komente, se nëse po, mund t'ju sjell recetën në një video tjetër. Lyhem bukën me salcë kosit, domate, mozzarella, mish, sallatë sipër dhe e kemi sanduiçin gati. Më thoni pak, a ka më mirë se ta përgatisësh vetë sanduiçin në shtëpi? Dhe nëse po pyesnit veten si ka mundësi që Brendoni dhe haj gjithë të sanduiçin, mos u mrakosni se nuk jam vetëm. Ciao.